Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Të nderuar telespektatorë, miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Të jetosh me aftësi të kufizuar, besoj se nuk është vetëm një sfidë fizike dhe mendore, por është edhe një përballje dhe një betejë e përditshme për të kaluar kufizimet, të cilët këtyre personave ju cakton ose ju ka caktuar pa të drejtë natyra, shoqëria, infrastruktura dhe paragjykimet. Pra, kjo jetë kërkon një kurajo, forcë dhe vendosmëri të madhe. Në këto rrethana, shoqatat për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë, më patjetër që janë ato kryesorë dhe luajnë rol kyç në avokimin e drejtave, promovimin e drejtave si dhe mbështetjen e kësaj kategorie të shoqërisë sonë. Një nga këto shoqata është edhe Handicap Kosova për fëmijët me paralizë dhe personat me aftësi të kufizuar. Ky emision pra është një mundësi për të mësuar më shumë për këtë shoqat, për misionin, vizionin, qëllimet, objektivat, vështirësitë të cilat i kanë në punën e përditshme për t'ju mundësuar një jetë më të mirë anëtarëve të vet. Kemi kënaqësinë që sonte në emision ta kemi kryetarin e Handicap Kosova, zotin Jakub Vitia. Mirëmbrëma, zoti Vitia, dhe mirë se erdhët në emisionin Med Plus. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe zonjën Sanie Batusha, e cila është anëtare e kësaj organizate. Mirëmbrëma, zonja Batusha, dhe faleminderit që jeni ardhur në emision. Faleminderit. Mirë se ju zgjathëm. E përmenda që ju jeni kryetar, nëse s'gaboj, i zgjedhur Ishtazi, i kësaj shoqate, edhe pse jeni prej fillimit në këtë shoqatë, me gjitha ato aktivitetet edhe falëndrimet edhe të anëtarëve të cilët i keni të përditshme për angazhimin e juaj. Por më tregoni për mua dhe për sidomos për publikun se pak më shumë rreth shoqatës juaj, se si funksionon, kur është formuar, cilat janë ato qëllimet dhe vështirësitë. Po, mënyrë pas luftës, para luftës ka qenë vetëm shoqata e Handikosit, ose që është quajtur më herët shoqata paraplegjikëve dhe paralizës fëmijëve. Por mas luftës fillon mu bo edhe do shoqata tjera të reja. Na vitin 2000 ne kemi aplikuar për me formu edhe shoqatën e fëmijëve me paralizë ose paraliza e fëmijëve, si quhet, edhe anëtarë tjerë me aftësi të kufizuar. Kanë qenë një grup të rish me aftësi të kufizuar, duhet me tek Gzima Bazi, është me paralizë fëmijëve, Argjend Nela, edhe ajo është me aftësi të kufizuar, kanë qenë ata që kanë themelu Handicap Kosovën. Na kemi qenë edhe një grup tjerë vullnetarë, se zakonisht shoqatat edhe para luftës edhe mas luftës 90% kanë punuar në ato baza vullnetare. Kështu që 2021 është formuar shoqata Handicap Kosova dhe tash 23-4 vite mirëmi me këtë punën e personave me aftësi të kufizuar. Faleminderit zoti Vitia për specifikat e organizimit dhe punës juaj. Na do të flasim patjetër gjatë emisionit. Mirët me lobim, me zbulimin e rasteve të reja, me seminare të ndryshme, me ndihma të ndryshme, pe karrocave, pajisjeve, lëvizje, të gjitha këto mjete me këtë aktivitet na mirëmi tanku. Kemi grupin për terapi fizikale, është grupi për shërimin e plagëve, varreve dekupitare, është grupi terrenit që i zbulon raste të reja dhe e kemi edhe psikologët që punojnë me fëmijë. Faleminderit zonja Batusha. Unë e përmenda për fillimit të emisionit se ju jeni anëtare e kësaj shoqate, po ata dëshirë nëse ju pajtojtë të na tregoni spori cili është ai kufizim i juaj për të cilën na do të flasim pak më vonë. Unë vuaj nga paraliza cerebrale. Para si spastika është në gjuhë latine, po
sigurisht nga lindja ose temperatura, se në përzi aty. Po thjesht ma ka prek anën e djathtë, është dëmtu, kuptohet pjesa e majt e trunit, edhe është po, unë kom vazhdu, kom jetë skeq, po kom vazhdu. Kom jetë, kom punu, jam shkollu, kom punu, kret, edhe vonë, tash flas drejt. Isha me komplekse, janë ato komplekse këtë je i ri. Po me kalimin e kohës zhduken e më kanë lutë me shku me punu në shoqat, kuptohet atëherë ndikosi që ka qenë Gjakove ato, po unë fillova të punoj me një kiosk, ka qenë punë shtetënore, rilindja Prishtinës, edhe kom vazhdu, kom punu, kom kontribu për familjen, isha dhe fëmija më i madh familje, kom kontribu shumë në që derisa mu ka akmar smundja, tani pak lëvizime shtetitore, po edhe në karroc, tani pasi e mul në karroc, e kom pa që shumë sende me rrugë, me qasje, me çdo send, edhe pse shoqatat mundohen më na lehtësu jetën, se raste tjera janë edhe matrona se rasti jam, edhe është ajo vështirësia e parë, ose me shku te bankomati, një me karroc, as që mundet me mri. Edhe janë shumë, po tash i duhet një emision i veçantë, në më na u përkushtu veç mu ose shok vetme për këtë qasjen, se qasja në Kosovë është, unë si më konë kur jashtë, po i kom pa në televizion. Dallon. Po dallon, është kjo, është qasja. Tani pjerrinat, në vend që më qenë banjë, në banjë isha, në banjë Klokotit, pjerrina është katastrofë. Aty s'ka shans kush, unë pam ndihmën e dikuj, më fut aty. Edhe ose te Pashtriku, ose te në qenë Gjakov po dalim, e ka bo pjerrinën në mënyrë të thektë. Pjerrina shumë e lartë është, që unë personalisht unë nuk muja të mund gjitë kur, s'ka shans. E këto nuk e di, këto janë çështje tjera, janë të inspektorave, nuk janë çështje tona, po neve na pengojnë ato. Patjetër. Çështu, doktor rektor, unë kam shumë me fol. Patjetër se do të flasim. Kryet emisioni. Jo, ky emision është në rreth për ju për anëtarët edhe për publikun që të informojmë se cilat janë ato aktivitetet. Do të ndërhy pak të më bashkangjit kolegës. Sidomos na kemi pas shumë probleme në përqasje për në për shkolla, në për spital, gjithkund, se edhe këto pjerrina si ke janë të ndërtuar, po nuk janë me standarde. Një pjerrin do të me pas ramen pej 7 deri 5%, e jo 15%, domethënë njëri javë. Jo. Nuk mundet me kalu më Po këto si duket bën zotë Vitia veç për mi knaq pjesën ligjore. Po nuk bën për mi gjetë objekt. Edhe për mi him punë aty në që ka nevojë. Ajo pa diskutueshme dhe është përmatar. Jo që i përdoren veç na, personat me aftësi të kufizuar, po i përdoren edhe nonat me fëmijë, të moshuar, të gjitha struktura tjera që janë me shëndet ose kanë pengesa, gjithë i përdoren ato. Do të thotë këto pjerrinat janë për një 50% popullatës, e jo veç për personat me aftësi të kufizuar. Po nuk i plotësojnë ato kushtet. Këtu në Gjakov policia edhe gjykata i kanë pas në rregull. Mirë shumë. Po ato, edhe po se janë disa tash edhe objekte, se gjykatës, se po ndërhyjt ashtu, gjykatës nuk ja kanë dhënë lejen, por disa kohë, gjykata e re është fjala, se e vjetra e ta di se kom pas edhe kështu përballë, se ja kanë dhënë lejen vetëm puna pjerrinës. Derisa është bo pjerrina, nuk kanë guzu, s'kan mujt faktikisht, as me fillu punës, po. Po, të tash janë këto pjesë tona të Kosovës, nuk është Gjakova, Prishtina, Prizreni, kretë të janë kështu. Deshta veç për publikun, nëse më lejoni një shërim të vogël, çka paraqet diagnoza juaj, paralizë cerebrale është një grumbull ndryshimesh të ndryruar miq, e cila shkaktohet nga dëmtimi i trurit, i cili mund me qenë gjatë paralindjes, gjatë lindjes dhe me njerë pas lindjes, zakonisht shkaktohet një qarkullim i gjakut në formë gjakderdhjes, qarkullim i gjakut i zvogëlum, apo edhe oksigjenimi i zvogëlumit të trurit, edhe çon deri te ky problem shëndetësor. Nganjëherë edhe shpeshherë arsyet edhe nuk dihen. Mirë, po përfshin edhe vetë kemi një shembull tipik edhe shkollor që një person me këtë diagnozë
nuk ndalet kur, s'është ndal kur, edhe vazhdon me kontribu edhe vështirësi që i pat edhe kudo në qytet ose në qytete, po edhe në institucione janë shumë të mëdha, po prapse sikurse edhe në emision tonë nuk e ndaluan për me qenë këtu me kontribu, me dhënë informata për gjithë njët të cilat janë shumë të rëndësishme. Zonja Sanie, po ta dëshirë, ju keni qenë fëmijë i prindërve t'juaj dhe po ta dëshirë që për ata prindër të cilët dyshojnë ose të cilët për fat keq mujnë me pas probleme të tilla me fëmijët e vet, më tregu se cilat janë ato, si mund mi dallu një fëmijë sipas mendimit juaj që ka një problem të tillë. Po, dallohet. Kjo është shumë interesant. Se paraliza cerebrale, mua sigurisht nuk më ka dëmtuar edhe shumë, sikur të tjerët, se ka të folurit, është prekët të e pjesër e të folurit që vjen nga truni në cilën pjesë është atë, shikimi, edhe po janë diçka që është qenësore, du me cek, se jo që nështë po e kom lexuar në internet, të gjithë janë zgjut. Janë shumë. Mujnë me mri shumë. Po aty është që është e familjes, mas po është që tonë, që unë e kom pasur për krahun e familjes dhe isha rast pak më i lehtë, edhe kom shku në shkollë krejt. Ka pas raste, edhe te unë ka pas raste shumë. Edhe sot pas, se unë e nonën e kom gjallë. Edhe vend që don më të ndihmu, ajo nuk është ndihmë. Nuk është ndihmë, na kena shumë sfida, doktor. Kur ka ra shi ose borë, edhe unë kom shku në gjimnaz shkollë, isha, mos shko. Se përzohesh, mos shko, se po bjen shi, kur njetë nuk i kongu. Jo, ajo nuk ka ekzistu. Nëse do më ndihmon në mënyrë tjetër, jo më frenu, më nal, jam rëzu, jam çu. Ka pas raste në punë, masan kur kom vazhdu në punë. Kom shku e nalshin rrymën e dini ju krejt, shukon situata në Kosovë. Kom nejt me kom të lakta, kom nejt qashtu, kom shku më kanë ra përthejsh që thoj. Edhe e kom vazhdu si jem nal asnjëherë se mu ka dok, e tash shubo ajo që shubo tash. No, unë ala prap. Po familjet janë shumë qenësore se ka plot shokë dhe shoqet mia edhe antar Jakupi e din edhe më mirë, që janë edhe raste që çuditi me bomi tregu ky. Çfarë raste ka te na që kur në shkollë sukon, kur ai nuk ka zbrit në mal është, në mal rrenç atje, jeton në mënyrë shumë të keqe në Kosovën tonë, që ai nuk e din që ekziston shkolla bile, pse sigurisht edhe familjarët e vet nuk janë ngritur, nuk e kanë atë kapacitet, po shoqënia jonë duhet me bëu më shumë. Këta bojnë shoqatat sa bojnë, po nuk kanë këta, se duhet mas pari çaj njëri që shkon, çaj ekip, ai duhet mu furnizu me të ardhura, ai automjeti duhet më qenë shumë, duhet më kanë xhip për me shku në ato vende atje. Edhe është një temë shumë e madhe, doktor, që është fatkeqësi është, se Sanie Batusha u rrit midis Gjakove. Është tjetër send. Disa tjerë janë për gjuna. Tani Sania i ka fitu të ardhurat vet. Ata janë edhe më të mëshëm se une, por nuk kanë arrit. S'kan arrit se si ka kërkush i ka thonë ti je invalid, e kanë nem. Doktor ju ka ardhur marrë medalë ai person. Medalë si Sania ose se ju ka ardhur marrë prindit vet që e ka një fëmijë invalid. Nuk ka pasaj përkrahje. Të rrallë jemi, shumë të rrallë jemi, që ju e keni dhe kolegen Vera Pitaç që është mjeke. Vera, me distrofi muskulare. E përkryer. Qashtu, shoqe e kam. E përshëndes. Edhe motra saj, do të dyjate. E motra saj është kapacitet rrin shpe, se nuk e ka marrë punë kërkush. Tani parë që dola tash pikë kësaj teme, na paragjykojemi te puna. Unë më hin punë ish Jugosllavi, se e kena pas përparësinë me punu në Kioshe. Po shoqet e mia edhe shokët e mi, besoni për një dorën që e ka pas, e ka ditë kompjuterin në mënyrë perfekte, qendra tregtare private nuk e ka marrë. Vllau jam kom prezant aty, edhe ka bë dash me vota, ka ca fytye fizike me ta, pse i ka ardhur se ka lidh me motrën e vet.
kapacitet vajza, nuk është marrë në punë paragjykimet tona. Pse është me paralizë. Zonja Batusha, na për stigmën e për paragjykimet, do të flasim edhe pak më vonë, veç ju thatë që tash jam ndal, po unë lejoni t'ju përmisoj. Ju jeni ngadalsu, po mu ndal, nuk jeni ndal. Jo, mirë, më falë se e thash keq. Jo, është marrësi është edhe nëse ngadalsohemi. Jo, të mos ndalem e ju jeni shembull që i kam kryer disa operacione të mëdha, edhe mu ka dosht ta përmirësoj ato. Mi kam kryer disa operacione shumë të mëdha dhe mu ka dosht pak më frenu se jeta. Po unë du të vazhdoj tashti me Jakupin, me Juve, me këtë, unë du mu aktivizu, nuk du me najtë thjesht një shtëpjake thjesht, një anvise se ajo punë kryet edhe mas këtym aktiviteteve të ndryshme. Ajo gjithë qysh kryet ajo. Jo. Zoti Vitia, ekzistojnë të dhënat sakta për numrin e fëmijëve me paralizë cerebrale dhe të tjerat, dhe nëse ajo pengon mungesa këtyre dhënave. Juve si shoqat. Kolegja e përmendi këto paragjykimet që janë edhe ende të na shqiptarët, po ndoshta edhe ka edhe të tjetër kush, po masi jam i përkaq të kombi shqiptar, edhe kom post shumë kontakte me popullat, me persona ma të kufizume, i vizitu në për terene, për familjen, është një rast specifik, një me mija rasteve, një fshi e ofër aty, po më thëtë Jakub, thëtë, një kujshia me e ka një djallë me asit kufizume. Tha, a bën me shku me vizitu me këqyre që a më nëshmi ndimu. është po, më nëshmi që kur shkojnë në atë familje, ata prejnë të ti, jo, na nuk kemi fëmijë me aftësi të kufizume, kush ka thonë, nga bëjmë e ke morë. Në regull, po në një qështova një herë, dhe u bona bajat të shku të tjera. Thot stigma fillon prej familje. Po se, nuk shaj pe, edhe unë jam sikur kjo, kam gojtë për një punë, kur kam që me kjo jasë më nuna. Edhe ma në fund, ata një fshat, shkun me punu në nora, familja kejtë, unë e shfrytëzova momentin e hina pa pyet kur ka hiç. Edhe tash të kontrollon në për ato shtëpia e madhe të kontrollon në për dhoma, këtyre ku pe gjojsh me ta me gjetë kërkon. Kur peshon një dhomë posaçme jashtë shtëpisë, kishin një shup, na i thëmë shup. E kishin që atje kishin një dyshek në tokë, kur po shkoj çaj djalë. Ai u befasu ka hina unë. Pa urdhon kush po do të shtipëm dosh. Sa bo me bisedu me ty, këqyri njëra unë ashtë më speshet, na i familjar, thash e mësë të se sa kërkën shpik, veç që në i mordë. Edhe tash po taku me bisedu biset të lirë, me mi tregu këtë cenet, ai e ka shkel kere të shku në shkollë, klasë 4-5, edhe o met i paleveshëm, edhe tash familja me këto shqimet të beta. Edhe tash nuk asë s'kanë marrë karrocë, për to asë se kanë mu kërkon që kanë personë mafësit kufizume, se kërës të kameti. Nuk jam merë qika të kush, nuk jam qikë për djallë, që to... Zotë Vitia, do thotë ju apeloni që këto rase paraqiten gjithsesi në shoqata çfarë është edhe ju, parasysh se përfitojnë edhe ju lehtëson jetën aktiviteti, ndihma juaj. Po tash rasti tina unë i thash ti ai inteligent të pikpunit, krejt ato pajisjet elektrike të shpe me të ja rregulluaj. Po nuk kanë dashur me pranun një mjet lëviz, një karroc, ai të shku zvar në për abar në për gjithka. Tash unë po do i marrë që të bëjmë ta bone, po jo s'ma pranojnë familja, ne unë shkova se veta kur kanë edhe shkova që va një karroc. Po kur e pon që ai pak po mundet ma let me qarkullu, nuk e bënë të madhe. Po masa ne shkova me prentina, unë i marrë këtë djallë, po du me që më shoqat, me shoqnit vetë, me kyna i kurs, që kam me djalli pak mra, pa se inteligent, i shkollum, edhe mos me zgjat, e mora e kam qënë shoqat. Po një kurs shumë shkurt, e ka kuj kursin e kompjutera një për matë mirëve.
Mas një kohë shumë shkurt, u konë një autoshkollë dhe kjo ka kry në qatë autoshkollë e ka marrë lejen për vëzet. E kryti edhe autoshkollën me të paren. Kështu që erdhë mundësia edhe boni kjerën. Dikon një 10 vite o ardhë non-stop në shoqat, o aktivizue inteligent në ka pështu. Këtë databaza, këtë që ka pos diçka, dokumente, s'ka pos problem atje, veç i ka thonë që të punë. Edhe ta shumë mas shumë po apeloj të njerëzit, që unë e që dita me dë njerëzit, thënë, hajtë besaj me afsit kufizume, që ka din me punua, që ka mund me punuaj. Mu që kjo mas shumë të po mbregos, pse fletë këse ke provu? Aj nashta, kjo me jesë nuk mërët, po me ja bo punën për një tavolin punës, me kompjuter, me këtë punë të krynë. Po, jo si cili për nesh i kanë gjitha aftësit. Po do me thonë Si cili ka të vetat. Një rast. Duhet me pas parasysh. Se na në zonat rurale, tash me statistika, na kena morë pjesë në përregjistrimet popullsisë, këto rastet tona, po kur nuk ka një numër cakt të persona me afësit kufizume. Llogaritet 150.000 janë në Kosovë me afësit kufizume. Tash edhe më tregoni sa? 150.000. Do të thotë pejtë 10% popullatës e kanë një afësit kufizume. Edhe më shefën rast, edhe midis Prishtinës, se leje ato. Po tash, për në lidhet pyetja tjetër, lidhur me pargjykimet, stigmen, a keni ndonjë program apo ndonjë strategji se si shoqata takime, fushota, stigmen se është kemi shumë bo revista, kemi bo broshura, qysh mu vetësu njerëzit, mos me këshyre me aty veç që është përse ma fësit kufizume, së mënët me bo kërgjo. Duke fillu pi familje, se thatë që familja... Mas parit e familja. Ndërhyme Jakupin mas lufte ka ndryshu shumë, nashta 60-70% kanë ndryshu mentaliteti. Për të mirë. Për të mirë. Shumë mirë. Se shoqatat që janë të jashmet, kanë ndiku shumë, edhe kanë ndihmu shumë, e din Jakupi edhe më mirë, edhe kanë ndiku shumë edhe se jo, përpara në midis Prishtine, është më shef, në mera me menti, që tu tash është personi me aftësi të kufizune në dhomën tjetër, unë po rrim me ty, po pim kafe, po rrim, po bëjmë muhabet, unë nuk e di që motra jote është në dhomën tjetër me pa aftësi fizike, e kanë më shef. Kjo është fatkeqësi. Po shansë, po. Jo, shansë. Qartë. Për mbi ka mje që është trendi në përmirësim edhe patjetër që duhet edhe më shumë se i ndihmojmë atyre, nuk është çështje statistike. Po, edhe printeri, se unë jetoj, doktor, unë kom pas një jetë kështu, se ajo është jetë private, fatin e kom pas që ashtu, isha martume edhe as fëmijas, edhe vdiq edhe burri. E tash, jetoj me një mbes, ajo është e shkollume, se edhe dhe kujdeset shumë mirë për mu, vajzë e motrës. Ajo e shkollume vetë edhe ka zbulu fëmin shumë të vogël, djalin e vetë e ka, me pa dikush, e që shumë rregull, djali është me hemofili. Ku e din tash një analfabete, kur si kështë zbulu dhe a i ka vdek. Unë e di raste vetë mu kolegëm ka vdek, kolegi jonë, i ka hek krejt dhëmt, Gjakovar, edhe i ka hek krejt dhëmt edhe ka vdek se nuk e kanë ditë që ka hemofilinaj. Jënë dek për para dhe mbretër e princa ishin dek për asaj smundje. Po shqyqër zotit ish ajo. I mungon faktori numër 8 dhe plëcën, po du me thonë tash ti po. Edhe unë të lidha me këtë mbesën, se tash ti këto nuk trejat janë të shkollume, janë në ngritën e janë nonat përkushtume janë, edhe nuk i bojnë ka 100 fëmijë, po i ka 1, 2 edhe kujdesen për ta. E kjo është mirë, për të mirë, se i mirë është. Se shumë keq që konë. I kanë më shef ratës se që tha Jakupi, tutë që vajzat edhe djemë tjerë nuk martohen se ka smundje familjare. Tash shembull unë i kam mas vetës, i kam edhe 7. 5 motra edhe 2 vllazën. Gjithë kanë jetën e vet, janë të martuar, janë shkollum, gjithë. Edhe e dim na, që jase baba më ka punuar shofer edhe çu kena mrritje aty është kon sfida jo. Po edhe unë masan më madhja isha. Ju kom ndihmu. Edhe sot e kanë jetën e vet edhe tash dikush me pas lidh me smundjen time. Vetëm unë jam masi. Masa ne, unë me pas s'kom po fëmijë, po me pas bo, fëmia jam ish dal në gjendje normale. Patjetër. Se trashëgon Jakupi e din më mirë, trashëgon smundjet vetëm mendore, disa, edhe është distrofia. Unë që e di ju një dhe mjek,
Jo dhe ma mirë dine, po unë e di që to. E kjo e jonja nuk trashëkohet. E vërtet. Paraliza cerebrale. Jo, paraliza jo. Fëmijët ju kanë dalë normal, ju kanë dalë. Ju keni sjellë disa foto të aktiviteteve, kisha pas dëshirë që regjia ti prezanton, ndërkohë ne po vazhdojmë më tutje me emision. Kostot e familjeve për ballafaqimin me një person me aftësi të kufizura, konkretisht edhe me paralizë cerebrale, po edhe me aftësi tjera të kufizura, e supozoj që janë mjaft të larta. Si të i kalojnë, si ballafaqohen, a kemi ne si shoqëri në përgjithësi, edhe a ju lehtësojmë jetën këtyre familjeve që të ndihmojnë anëtarët e vetë familjes. Kjo është puna me rëndë të na, sidomos me këta prit me fëmijë me aftësi të kufizuara. Këta fëmijë kanë shumë kërkesa edhe kanë shumë probleme shëndetësore, bornat, mjetet lëvizje, shkollimi, këto janë të pamundura për shumicën e këtyre njerëzve. Se standardi është shumë i ulët, financa shumë dobta. Me pos veç një fëmijë me aftësi të kufizuar në një familje, nashta kish mujt me prej dyqysh. Po i ka edhe 3-4 tjerë, edhe me ato ajo është 3 tjerë, është një me aftësi të kufizuar. Se i ka ato problemet e veta shëndetësore, kërkesat, karroca, mjek special për ta është shumë pak, ju e dini që është shumë vështirë me gjetë. Edhe këta mjek, 90% mjekve nuk deri tash, që tha dhe kolegja, i konë pa vetëdijshëm. Me shku te mjeku, ka ndodhë me një antar, jo me një antar, pa e konë kryetari shoqatës, ka ndodhë me shku te mjeku. Edhe tash kemi hi te mjeku, a e nuk e pyet ke pacientin çka ka, është muta, apo vetë ke mu çka ka ky. Ai është kapacitet 10 herë ma shumë zone, se pyet ke ato me thonë valla, çfarë probleme shki që orë të mjeku, po më pyet ke mu çka ka ky. O doktor, unë për vetë di çka kam, po ky din me fol. Po është, unë kam drejtor këto. Po. Edhe na kim që ky drejtori jam, unë është me thonë përgjigje për këto. Qash llogaritë e tim. Ja kërkohet do thotë edhe komuniteti shëndetësor që i takon edhe ju. E tash është çaja është problem. Shkollimi është transporti. Qasja, tash me një prind me qoftë mi shko do njëri me kon kujdestori i tij non stop. Tash njëri duhet me na shpitalet e tjerë, njëri me këto, kush me punu? Kush ka me jetë? Po ju si financoj, si ndihmoni? E përmendet mjetet janë prej pishojmë edhe këto që i keni, e matutje. Po që rast konkret? Kush ju furnizon juve me mjete edhe kush ju financon? Si sigurisht financa, se me siguri duhen shumë. Deri tash ka ekzistuar një vullnet i njerëzve humanitarë, vullnet mirë, edhe nga diaspora, po edhe nga vendorët, me donacione, me qëto, me nëj projekt të komunave, me qëto kemi bjetu deri tash. Po tash kanë njësë senet me donatorët e jashtë të mjën lodhë, me neve. Bjerë dima, për të di tash po thënë, e keni shtetin e juve, e keni qeverin e juve, ju tash s'keni mo nevoj për neve tash. Shka bon për qeveria ju? Po, deri tash... Ose qeverit lokale? Po, qeverit e tonë, në kisha apelu që me pos një kujdes ma të shtuar për këtë kategorit njerëzve. Këta ka nevoj për ndihma ma të mëdha, ka nevoj për shkollim, ka nevoj për punësim, këto pak mja vlerësuar. Ashtë dhe ligji, gjdoj 50 që duhet të punësot? Po, me ligj. Zdia respektohet. Ashtë respektohet. Janë miratu, ligjet janë të miratu, po se aprovojnë kërkën. Që kjo vajza për shembull është parashkollor. Këto kanë nisë me qunë shkollë speciale. Kur kjo është inteligente, parashkollor sa me konë klas 2. Po pa mjetë dims, kur erë të une me 2 karroce, po ta një me një gjyrë të kaltër, një që këto me të kuqe, edhe ta shu dola mja pregadita, se i ka do pjesë që do të mja
bota më që duhet. E dëgjova të i thonë, mami, thuj këti agjet e të me jep që ato me gjyrë të kuqe. To se vajzë. Kur u ktheu në dëgjova, mi thash, pja bëj thash, ti bukuroshe thash, në ta më gjetë një karroqë ato me të kaltët, ti thash, jo shumë e mirë. E po, që me një herë u zbet. Edhe thash që o gjithë për ty, kjo është e japë bona taman që shdohet. Po do më thonë se na fabrika s'kena. Ketë me donacione me qështu, deri ta që mi morë dhe me mrana musive 90% i kena ratu me pajisje, me këtu. Po, unë e kam dhe servisin që i mirë boj këtu. Po. Nëse s'ka bëj, mund tjetë edhe një foto. I mirë boj vetë të pajisje. Në bërë spitali. Se plus na i kemi bo edhe do broshura ma heret, për mi dhonë prindve që me po qysh rregullohet karroca do elementare. Që kjo është psikologja, kena psikologët që përnë me thmi. Na jemi tash, kjo është me terapi fizikale, shumë e zoja. Desha me ju pyet juve, zonja Batusha, e tha që keni shku në shkollë, më tregoni shkurt vështirësi që keni pas atëherë dhe a është madje sot mas këtyre viteve për fëmijët që kanë të njëjtin problem që të marrin mësim? Shumë pak kanë ndryshu. Pak kanë ndryshu. Ke shkollat është që më ceki Jakupi, pse neve, shamu me paralisë cerebrale dhe nejse unë i kom bodo tash kryje jemja, po fëmijët tash këta, rasti kësaj vajzës, këta janë inteligent shumë. Pse me shku në shkollë speciale? Pse nuk del një kriterium me ati, nuk jenë këta për shkollë speciale. Kjo unë thjesht e kam fizike. Fizike kjo, unë më kanë zonë së shkëlqyshme në klasë. Edhe pse kom pas shumë paragjykime për njerëzve tjerë, se sa një Batushës jenë të ja falë notat. Tash, aty, nëse mi pas kënë falë notat, doktor, po që të shprejet që i foli unë e qëto tash, ka i mora unë e qëto tash. Edhe, pëse jemi në qashtu. Ja kam falë notën, unë e kom në vajzë, shumë mirë nje, ata e në konë 3 antarë, për një familje me karroca, 3. Ajo sfidu konë vajza është e Suarekës. Sfidu konë me motor, me shku për çdo ditë, me kombi, me autobus, me sen, me shku në Prizren. E ka kry fakultetin, sot punon sekretare në shkollë, në 7 vetin aty punon. Edhe para gjykohet vetë njerëz që më kanë thonë mu, po e kanë marrë se u konë që shukon. Tash se nuk e kanë marrë për gjyna, po është inteligjente, është e meqme, është tjetra punon Viva Fresh i monitoron këto kamerat. Është edhe kur ja ka nisë ajo. Ajo njerë e vogël para lufte vish u zvarrit në për tokë, as karrocë ka pas, pranvera Musaj. U zvarrit. Më në fund gjyshi ka përkra se kish pas gjyshin jashtë. Ai se edhe ka përkra gjyshi. E kur ka vdek gjyshi për ato konë vdekje. E ka pas përkraj maksimale. Atëherë u siguru prej shoqatës ne kena pas ndjes past. Unë e kam respektu shumë edhe Jakupi, Recep Kuq, ka punu ai konë me profesion mjek, edhe ka punu në ndikos, ai ka ngrit aty ndikosin edhe i ka zbulu antartë rreth vetin në Suarek, ajo konë shembull. Na krejt e kena respektu dhe u konë tamon për çet punë. Si Jakupi ta çfarë. E tash, ajo çik ma vonë në moshë madhore, e ka kryj shkollën fillore, e ka kryj shkollën e mesme, tash u regjistrua në fakultet, se kokë është. Edhe tash është aty. Tash e ta kryjm fakultetin, kjo del diku tjetër. Po tash u vedisu kjo vetë. U vedisu vetë edhe po vazhdon. E shumë keq është na skemi që tash po foli edhe për veti po dal. Unë kom mujt shofer më bo, prej si kom him punë. Po jem tut. I kom pas frikë, s'ka kush s'm ka ndihmu, s'm ka dhënë kurajo. Edhe unë ja kom dhënë motrës shembull, dhe si i kom ndihmu në aspektet e financiare dhe kështu. Hes merret ti se ndihmon edhe ti. Ana rrugë ti kena të ndonë krejt. Po dhe vonë thash, me si më ndodhen do fatkeqësi kështu. Jam shkuar e komor, edhe u kon shumë interesant të kon ajo. Prishtinë se zgaboj. Urna? Në Prishtinë. Po, ose është ai për Bilalar zgjon bukur. I kanë veturat. Po, i kanë posaçme, janë veturat Nikol Shtaç. U kon pandemi, u kon shumë kohë e keqe,
Edhe unë e kom shku edhe kom mësu në telefon nejse online. Shko tha në autoshkollë, unë puna qasjeve kajtë edhe shumë shku, kajtë i kom mësu aty. Sheja të kajtë ato nejse. Edhe kur kom shku, se është interesant me të tregu qëto, ju e dinin për ishtin që janë ato shkallët me ato nelt që është ajo pjesa me të bardha, është testacioni. Po. Testacioni është, që ati e u kona ajo autoshkolla. Edhe shkova unë aty, ish pandemi me ato qasit e te, një djallë sigurim, shumë korektish, ma boni tha ullu, tha ti qëtu, tha pret, tha dhe sa të binë edhe antarë tjerë, dhe kishim pas tu me distanca, tha edhe shkum në për ato kabinat. Njoni për tyne, thash, smuj, mi paragjyku krejt, njoni për tyne, në fillim start, unë paragjykoj. Edhe moshën e kisha, krejt ishtë studenta, edhe plus e kisha pavëcin fizike. Edhe unë e vish i lypa syzat se mi po ato, që i mosha formularin e testit. Edhe pishkruj në donat, unë e ma shumë më vënu të shkru, sa një batusha rruga ka që qyteti kajt, edhe numër telefonit ato, edhe kom nisi kom plotësu ato. Po qatë shumë unë i kom mësu ato, se edhe kom ditë që kom e dhonë, se thash nëse une e kom dhonë 100%, aty të me 85% nuk kalej ke ajo, thash kjo është edhe ju kalu, edhe shumë thjesht më ka duke edhe i kom bo. Edhe i thash e krejva, aj thash aj paragjykusi, tha, jo, tha, dush edhe njëherë, tha, shikoj e mirë. Thash, nuk kam shka, thash, u kryj kjo, edhe kështu pja bëj. E ky tash një që ish pak, se shqyqyr që ka njerës të mirë dhe të këqi ka. Edhe në prezencë terme e morë testin edhe e këqyri. Edhe tha, urimi tha batusha 100%, tha dhe mesi je Gjakovës, tha nuk po të maltretojmë se u dashke me prit gati 2 orë aty, mi kontrolu ato. Edhe besoni doktor, jëm dalu ne, jëm dalu edhe i ku mëru ata studentat, kajt me 3 studenta. Tash, ju dëshiroj fat të gjithve, edhe jëm dalë pja aty yt, edhe jëm befasu krejt, se edhe mosha dhe edhe qështi se dhe na kena paragjykimi pi femën mas pari, femën, edhe këtu e cek shatë gjatë në Gjakove kom cek, se kom punu paragjykatës. Femën, kom punu në kios që punën një fmi. Plus se kom pas një paaftësi fizike, do të thotë paragjykimet janë shumë të mëdhaja në konë, që u kom punë mik të kalu ato. Që me bindune, që se u vlej ma shumë se ti që punon aty. Ka pas raste, shumë kom pas raste të paragjykuse. Edhe te kalova, që erdhe te i qëtu. Edhe më rojnë mend që ky rasti me atje, se shumë keq është kjo. Në shikim parë, me njëherë bjenti, se si të shetë që s'po jetë mirë, edhe jëm shku te mjeku, mjek, te stomatologu, dhomin. Edhe pja bën burrit, tha, a pin kjo najsan, tha, kështu, terapi, a merë dishka, tha, edhe, shumë merë dinati. Edhe unë shpengoj, a i tash e dikës, a i e teke me mu. Edhe burri nuk ka pos, kas të metë se ka pos. Edhe po tha, edhe e dipja bën, tha, jo, tha, fol me gruan, edhe, se shqyqyr që se përgjegjaj, se a dishka ish po më thane. Edhe tha, jo, doktor, thash nuk përdori. Edhe faktikisht, doktor, unë e kom të kalu me në pauzën, kom pas terapi të madhe, me tensione me krejt, edhe sot unë nuk i kom ato heq. Nuk e di zoti ka dasht, sigurisht më ngarku ma shumë s'ka dasht, tensione sheqera ato asi që s'ekzistojnë. Edhe, thash doktor, edhe tash filloj aj, e punu të dhomi edhe ma bonin fund, e pas që ka bëj, më falë, tha se qenë ke shumë e fort. Po, shumë keqis. Po fillimi ke shumë i keq. Po fundimi unë një vakesh. E kuptoj, pa dyshim. Tash për shkak të limiteve kohore që kemi ne në emision patjetër, duhet pak ta shpejtojmë, na kanë meta edhe pak pyetje. E përmendet që keni vështirësi, do thotë edhe si persona me aftësi të kufizuar, po dhe ju si shoqat. Po më intereson, ju nuk jeni vetë person me aftësi të kufizuar. Jo. E keni gjithë këtë vullnet minimu të tjertë. Preja se shka kom lexuar dhe shka kam kanë tregu gjithë flasin superlativ për vullnetin e juj.
edhe për shpresën që ju jepni, unë mu mbje veç me ju falendru edhe në emën gjithve, edhe timin personal si një person që i përket komunitetit shëndetësor. E di që keni pas edhe momente shumë të vështira, asnjëra nuk është e lehtë, po a ka ndonjë rast që mbani në mend që ju ka prek shumë, më shumë se sa rastet e përditshme? Po, raste ka shumë me përmend, po janë do që atjesin kujtes ma të rëndësishme, që që përmend edhe kjo kolegja, një vajzë e fshatit Rënik. Na të redhetorin e festojmë si ditë ndërkombëtare persona me aftësi të kufizuar, edhe ishëm në bojnë e PS me kolegë, me festu të redhetorin, edhe rastisht se këto rastet edhe të njeku njerëzit që janë pak tu kalu rrugës, pesha një dhomë aty një pacient, një vajzë e re me karrocë. E ta shkoj, a është ajo unë, a është registru më t'i kënë, afruna e me nëndë vetë në rehabilitim boj. Për vetin në qa koha, ola, e kanë zonë për kolisa traktorit. Jashtë e veta. Kur hina mrena në zakonisht në doktorit diktus e anë e ma misone, unë në veprimin e por një që kom po në për aksidente me, e kom shputa atja kom prejk me një metal ose me diçka me kryp aparagon. Edhe të rastin e por shkova me qelësat të dhomës peshës s'kokër vërajnë. Ta është pyetja je ma mirë apo ki të lofshe, ajo nuk e kishtë problemin e vetë, po e kishtë problemin e një vlau që kishtë zonë një qashje për kolicës e kishtë lendu një kom. Qashtë logaritët i sa janë ta për tjertë, a nasje për veti. Aja se koj ke vetën që është mirë në karroq, po koj ke lovë që ka lendu komën. E ky rast nuk më hiqet për kreje. Qatë që janë me adin të dhemshë, po të na thojnë ai që urdu për dorë dhe dhe me të kaldu. Po unë tash drejtë me ta unë jem gjatë me këtë kategorit njerëzve, unë asë familjet nuk është asë gjonë që kom posë raste me aftësi të kufizuar. Po e në do raste si rasti i Sanise, i kryetarit që këna posë, ata kanë posë vëllnet, punë e vëllnet, unë që të që ka ju janë ajo energji. Krejt për që ati, se të jashtin e mend, prej Halit Ferizit, a i u konë kapacitet. A i në vitin e fundit fakultetit ka me të në karocë, edhe kur e ka po, këj për që aty të ka morat, se e ka po qëfar njerë, a se ka ditë që është në karocë, se e ka po ullë, qështu? Në kur jim taku me ta, shtatë gjuj ka ditë. Më ka orë shumë, ti që shumë edhe shumë keqë, se a i mas asoj tavolines të kuzhinës, karroca që do ke kja nësorja, edhe shkoa në takim, po folim me ta i shpëll, hina mrena, na shqiptarë të kemë, ajo më që me pritë mësafira, i shpëll konë heqë. Edhe ta është para gjykimet edhe, që të janë shumë të këqia. Ta është shënë po priti që po qohë, ta është skakur. Adha, ula, shikur me ty, a je për kafe për qaj. O i po është në qajnë atje, ta është jolla për një qaj. A i tabakun të avelin, e kopi tabakun me karros, kur për... Po, këtë shërbimet i bojnë, këtë shërbimet. Ka dole, tha, që qajnë pjeqesone. E nuk bën njeri me para gjykime, unë i kom kry një fakultet psikologjisë, sa kom punu me ta një 18 vite. Inspirimi jo nuk konë ajo konë ikon i shoqa i personave, ikonë konë. Jakupi është, që me thonë, prej ati e ka marrë atë këtë atë vullnetin. Jëmë shku për një muj ditë me ndimu, veç me ndimu kështë për të punë tjera, që jesë 3 dekada, se kësha besu. Aje ka këptisë. Jemi krejtësisht ka fundi, edhe më kanë metë një pyetje për ju edhe një pyetje për zonjen. Më tregoni çka në të ardhmen, cili është a keni ndonjë plan si e shihni të ardhmen e shoqatës juaj? Kena ëndra dhe plane shumë, po një plane ma elementare, ma kryesore që për neve janë hapja e disa qendrave ditore, edhe për
qëndrimin e personave me aftësi të kufizuar se mujnë mu taku me bo në aktivitet, në diçka që shumica që përmeni kolegi janë në për zona rurale, ati si bjen ashta njëherë mujt, atë 2 mujt me dalë qytet. E kështu me po që to, për shembull, qendra ditore dhe transportin me pas rregullum, mujnë mu taku, mujnë me kontribu. E kjo është... Mu zbulu talente ndryshme. Që kjo është dëshira jeme ma e modhe që me mujtë me bo qëto sana. Zotë Vitia, faleminderit, ishte knatësi, faleminderit që s'keni hezitu më ardhë prej Prishtinës, s'keni ardhë në Gjakovë. Unë shumë shpresoj që do të takohem edhe herëve tjera. Unë e kërkoj përpyetjen e fundit, e kërkoj foton e fundit prej regjisë, nëse ka mundësi. Folën për njerëz me aftësi ndryshe, unë ashtu kam dëshirë mi qujt, cilët edhe jo përmendet, po dhe shembulli juaj, që me aktivitetin e juaj, me përpjekjet e juaja, keni arrit ato që keni pas për qëllim, po këta persona, disa prej tyre kanë arritje shumë të mëdha. Jemi të folë tash për këtë personin që quhet Stephen Hawking, një nga mendjet më geniale të shekullit 21. Çka ka pas ky? Pishojmë që është në karrocë. Edhe është, ka raste. Ajo diagnostiku me sklerozën laterale amiotrofike, që është një smundje neurologjike progresive, që shkakton paralizë. Në moshën 21 vjeçare kanë thonë mjekët që ki edhe 2 vjet jetë. Ka vdekë në moshën 76 vjeçare. Edhe është një ndër fizicianët më të njohur gjitha kohëve në botë. S'du sot me fol për të arriturat e tij konkret. Po ai du më tregu shka ka thonë. Ai ka thonë kështu. Ne të gjithë jemi të ndryshëm. Nuk ka gjë të tillë si një qenie njerëzore standarde apo vrasht, po ne ndajmë të njëjtin shpirt njerëzor. Po ashtu, një nga rregullat themelore të universit është se asgjë nuk është e përsosur. Zonja Sanie, më tregoni, ju e përmendën disa herë kioskun. Shumica e gjakovarëve të cilët e kanë një moshë, ju kujtohet ai kiosk, edhe ju kujtojeni edhe ju. Juve ju kanë marrë edhe atë kiosk. Po kjo nuk ju kanë ardhur. Ju keni vazhduar me shitje ambulantore. Shumë interesante kënë. Na tregoni... U koni pjesë e jetës teme se s'harrohet kur. Si ka qenë sjellja e qytetarëve? A keni pas përkraje? Apo si? Kur e morën kioskun, për mi vendos tjerat, e para në Gjakovë, se faktikisht mirë aty është bo, se jenë këtë shpërdor ato. Vish një personi ka pas 5-6 sopa, që ka profitu, me qëra, kajtë. Që tërsen Sania, ose kolegët e Sanijes, që ishim punëtorë të rilindjes, ne i nakon bi 20 kios që në kon vishtonat, kolegët e mi. Edhe i përshëndes të gjithë. Kur është bo kjo, u hekën ato, pa lekaj ishte në atë ko, kryetari komunës Gjakovës. Edhe janë nisën prejesi. Kur të nisën Pisanijës, do të thotë që tjertë nuk u bojnë zonë. Unë e di se u kone dhimbshme ajo, se kom punu një kohë gjatë. Edhe vesh pak, në shku një parlat, edhe se kiosku nuk u konë vesh vend pune për mu. Po u konë vend arktimi. Unë jam taku me ju, me këto, me ata, me atë kolegën e ju i këtu. Prej se kanë ardhur tam kanë bëj intervista shpesh. Kur është bo aty te pjesa jeme, është rregullu obori banesës e krejt. Mun kanë ardhur njerëz më kanë mësuar dhe shka me fol. Thuj na se isha ty shit në rrugë, në rrugë isha ty shit, vazhdova unë. Po na saj bari na do shpreh ato si janë të mijat. Thash jo, kjo shumë po m'pëlqen ç'o bo. Shumë bukur bo. Me ato karrikat e kuqe, me ato parqet me shumë bukur bo. Po ajo pjesa jeme, unë flas veç për pjesën time, unë e du punën që e kom pas. Se unë aty kom bo lloj veprimtarie. Kiosku im ka qenë shoqat, krejt personat Gjakovës
që kanë paaftësi fizike dhe njerëz tjerë, janë orte unë aty. Edhe kur u bëu ajo, më dak fundi botës. Unë mandej kom shku, kom lobu, edhe më kanë autorizu edhe kolegët e mi që unë me fol, më ka dok që po flas veç për veti edhe kur paaftësinë fizike nuk e kom shfrytzu për naj beneficion ose mi shti dikon gjyna, kur nuk e kom cek, kur hiç, ajo s'ka as sot nuk ekziston. Kur hiç nuk është mirë. Edhe unë kom fol, thash kom dal, kom fol në bin aty. Edhe i kom thonë kryetarin e kom përshëndet nëse komplet me stafin e vet. Thash na keni marrë në qaf, tamam me fjalë popullit. Na keni marrë në qaf jena mbi 20 kiosqe që kena mëjt familje. S'po dojmë na me kryu raste sociale. Aq ma parë këta apet tjerë të mujnë diçka mu gjetë, bile dalin shetitit. Te Sanie Batusha është bo krim është bo. Thash se unë e kom jetë mrena. Thash, unë vishjen për loj, edhe po bëj, nej buka, nej sen po bëj, kur gjë tjetër. Edhe tha, Sanie, ti kime pas e para, nej, se u boja jam as një viti, unë kom vazhdu, kam shit në rrugë. Kom shit në rrugë, edhe nuk e kom ditë që një qytet i Gjakovës, kom e dash Sanien, kom e përkra Sanien, nuk i kom pa njështë ty qajt i kom pa. Edhe ajo është shumë mirë njohë se jam për qytetin e Gjakovës, që më ka përkra. Edhe kur u bo ajo, doktor, kur erdh kios, që erdh pa lek, ajo bo e mënyrë solemne, u prej ajo shiritja, ajo kejt, është bo, tha që kios, që thash po, doktor, u bo, thash po, unë e kom vujt, thash në shi, në borë, në kiamet, e shishet me ujtë në zetë, në kërë, kom najtë dhe i kom majtë sëmë, që temperatura madhe, nuk desha më dërzu kur të qysheq. S'ka pas shansë, që edhe jenë që ditë kretë. Edhe u bo, kër erdhe ajo me 8 mars u konsiderat, ta moni bike që ashtu. Edhe kom vazhdu, kom punu edhe pse vjen një qytet, pse vin prej blokit 3, se unë të gjykata isha, kanë ardhë me ble, tash për deka më bo zoti qirak tash mu, se puna shumë e madhe se vish një kiosk. Tani u mush këtë Kosovë, ajo Gjakova u mush. Po, jam mirë njo se i përshëndes të gjithë qytetarët e Gjakovës. Tani nuk jam më i kryshën, tash jam me pension invalidor. Edhe se kisha vazhdu ala, po u dashke punë aty. Tha dhe më kanë dimu shumë, se ka fundi une nisa dhe mës me mujt me bo, më kanë dimu në qasja aty, beso e përshëndes nëse është gjallë, duhet më konë shatë që i vullës, borën më ka i këra kioskut, noteri. Edhe krejt ata aty, ata shej kum pas, unë e kum pas për kërojnë maksimale, krejt aty. Për mje mirat, në siguri arsye kryesore se e keni meritu. Atëherë mbetet përfunda dhe një herë. Zonja Batushe, zoti Vitia, t'ju falenderoj shumë për angazhimin e juaj, për ardhen e juaj në emision dhe shpresoj që do të takohemi edhe në emisione të tjera. Do të me cekë edhe diçka, nëse sa të vonë edhe diçka, se mos po harrova se më shumë fola për jetën time personale. Është një kategori e njerëzve, nuk e di a ka cek kush qysh atek, nonat që rrisin fëmijë me paaftësi fizike. Nëse shteti i Kosovës duhet me bo, kjo si apel në ta shet dikush aty televizion, që ato janë heroina, që duhet mi u dhonë, duhet mi financu edhe. Ajo 24 orë është me atë fëmijë. Edhe askush nuk ja hek ato prej njëherë, se ajo nuk ndohet për fëmijës vetë, ka pas rastet që na kanë vdek, guja musës. Kanë vdek edhe nuk u shkosh për fëmijës vetë, sot e ka, burrit tash e këqyrat vajzë, e kena na kolege kemi, edhe që u sakrifiku për fëmijën e vetë edhe shumë e shumë tjera, që kjo temë kur në Kosovë nuk u cek, në përshto që ata popull, sa njëhet zoni jonë nuk e di, këto duhet me pas një fond veçantë, përveç shpenzimeve financiare, këto edhe morale i kanë, edhe këto 24 orë janë me fëmijën e smut. Një fëmijë smut, që është paralisë që ai është komplet. Ai duhet me pas shumë bikëqyrje, thash, ato janë në gjendje të mirueshme janë. Në këtë Kosovën është fjala. Ne padyshim një mesazh dhe apel shumë i mirë. Atëherë ne thash se jemi ka fundi. Faleminderit doktor. Me nder qofshit të nderuar miq. Fakti që ne të tjerët nuk
kemi probleme të tilla nuk na bën më të mirë se sa njerëzit me aftësi ndryshe, kështu që ti respektojmë dhe ti mos paragjikojmë. Ne kaq kishim person të bashkë, mirë pofsh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20, ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.